Jo, çështjen e humbjes pushtetit realisht në Ka qenë një turp i madh, pra Drenasi ka qenë një turp i madh për strukturat vendimarrëse të PDK-s, ka qenë një stil mafioz, sepse i tentimit të eliminimit të një kryetari i cili ka fitu mandate ja, si shpeshojnë me 52%. Po, mirë po edhe një gjë, zoti Ladrovci në gjitha vlerësimet e OJQ-ve, organizatëve qytetare që merren me performancën e komunave, ka dalë gjithmonë shumë lart, pra në 3 më të mirat, në 5 më të mirat, edhe me argjimin e buxhetit, edhe me investimet infrastrukturore, edhe me barazit gjinore, çka është më me rëndësi, pra gjithmonë ka qenë kampion, siç do ta quajnë ai, dhe ka qenë krejtësisht absurde pse kryesia PDK-s është marrë me zotin Ladrovci kur kanë pas shumë komuna tjera, pse cilë marrë me Pejen, ku kishin rezultat një shifror, pra ose me komuna tjera i kanë lënë, por e marrë me një bastion, për të cilin e kanë pas një leksion nga disa porzgjedhje me nismen, me aqarjen, ku ishte një problem shumë i madh. Pra, pse preken bastionet prej Skthjellti, edhe nuk shkohet në për ato komuna ku ka probleme në mënyrë që t'i regjenerojnë. A besoni që do lërë pasoja kjo, zoti Magjiri? Po, kjo është... Cilat janë pasoja që shumë? Po, kjo mund t'jetë një qarje, pra tash duhet t'i kërkojnë falje zotit Ladrovci edhe ta pranojnë sërish në PDK, sepse nëse me këtë qarje do të shkojnë edhe në zgjedhjet qendrore, atëherë natyrisht se këto 13.000 vota nuk do t'jenë për PDK-n dhe pastaj ata duhet ta marrin faturën. Pra, ka qenë krejtësisht kështu një lloj absurditeti, po them që e në marrë me zotin Ladrovci, kur prej ti vetëm kanë mundur të përfitojnë, sepse ka qenë bastion edhe ka rritur votën, edhe ka pas performancë mirë, nuk ka pas afera korruptive si që kanë pas disa tjerë, pra nuk ka pas disa tentime kështu në brez, por çështja është se nuk ka pas asgjë ligjore, por nuk ka pas prokuroria kështu me radhë, edhe ideja është që edhe zoti Petrit Hajdari pra ishte një person për cilën ne kur nuk kemi dëgjuar, por nuk ishte ndonjë... Nësë është deputat dhe ka qenë i votuar në zgjedhjet nacionale. Nuk ishte në nivelin e tash gjysmën e deputetëve nuk e njeh, pra nuk ishte një figurë e rëndësishme partijake që do të mund ta rivalizonte zotin Ladrovci, i cili ka edhe historinë familjare, edhe ka performancën, pra historinë e qeverisjes në base. Edhe qeverisje, por në parti si PDK-ja lun rol edhe historia familjare. Por mos luti më shumë rol mënyra se si ndodhi kjo, sepse zoti Ladrovci edhe nën pra stemen e PDK-s nuk ishte arritur të fitoj kështu pa balotazh, zgjedhjet e fundit. Pra me PDK-n ai prapë shkonte në balotazh, ndërkohë që tash me një iniciativë për Drenasin kampion me Ramiz Ladrovcin, ai arriti fitoj 52.31%. Po në elektorati kosovar i vlerëson shumë viktimizimet, pra edhe imazhet e viktimizimeve, edhe ka pas raste shpesh ku i ka votuar, për shembull na kujtohet Vizonja Vjosa Osmani në LDK, kur e patën Degdis atje me një numër 83, cili ka qenë edhe në fund pa dalë gruaja ma e votuar, pra më duket e dyta ka qenë ose e treta në listë, pra edhe në parti tjera ka ndodhur kështu, edhe ka qenë një lloj viktimizimi i zotit Ladrovci, edhe ka qenë një lloj padrejtësie realisht. Por në fundit edhe ka qenë një punë e mirë, sepse edhe sikur mos kishte punuar mirë zotit Ladrovci nuk do të mund të fitonte, por ka qenë një akt, po them, krejtësisht absurd, sepse kryesia PDK-s, zoti Memli Krasniqi, këtë njerëzit rreth tij, pra kanë pas shumë qytete tjera, komuna tjera, ku do të mund të punonin më mirë dhe në fund... Osu vetë kur thuan, duke menduar siç i pa me disa shprehje gjatë fushatës se PDK-ja fitoi nga çdo kusht që Drenasi fitoi nga PDK-ja nga çdo kusht që do të përfaqësonte PDK. Por ishte një lloj basti, edhe këtë bast e humbën. Pra ishte një lloj basti, edhe këtë bast e humbën, edhe tash është mirë që të shpjegohen pse e kanë bërë, pra cilat kanë qenë planet, apo në çka janë bazuar ata që e kanë marrë
këtë bazë, sepse po të fiton të zoti Hajdari, atëherë do të fitonin shumë. Por po të humte, pra si që humbi, atëherë do të humbin shumë. Por këtë esencë është pse e preken, si me thonë, zgjojnë e bledhve, pse e prishën, e shkatruan, e dëmtuan një bastion, ku PDK-ja i ka vetëm Skenderajn edhe Drenasin e ka si bastione kështu më të sigurta. Po, edhe Kaçanikun, por këto kanë numra më shumë, pra kanë më shumë votues. Edhe ideja është që edhe deputetet, pra shumica absolute deputetëve vinë nga ai rajon, edhe dihet që në nivel qendror ka një imazh edhe ka një ndikim ai rajon, pra Skenderaj edhe Drenasi, edhe nuk e kuptoj çka ju desht që ta psonin këtë humbje, pra unë gjithsesi mendoj që është fair, ishte një gest i mirë nga zoti Hajdari që e përgëzoi menjëherë zotin Ladrovci, edhe këtë mendoj që do duhej Mirë, edhe një pyetje për këtë, se du të kalojmë, pa, a besoni që duke parë shkëmbime gjatë të ashpra, gjatë fushatës, 2 ditë para zgjedhjeve, mes zotit Ladrovci, leadershipit PDK-s, edhe që ka vend për Ramiz Ladrovci në PDK, që mund të rikthehet. Ai madje tha që kreu i PDK-s Memli Krasni që tha që ai është larguar vetë. Jo, nuk është ashtu. Zoti Ladrovci e ka shpjeguar 100 intervista, ka thënë që ka qenë pa drejt bile dhe ajo kryesia e cila e ka marrë këtë vendim ka qenë e palishme, sepse i ka skadu afati, kështu që as me statutin PDK-ja nuk është në rregull, por jo. A kalohet kjo atërmbetje me një fjalë? Po, unë mendoj që shikoj, zoti Ladrovci është një politikan specifike, kemi pa edhe në intervista edhe kështu e njohim, pra e ka një diskurs, një stil shumë të pazakont të politikës, edhe unë mendoj që me një kërkim falje, me një shtregim duash, me një fotografi të përbashkët, do të kalohet kjo, por po them, është problematike nga kryesia PDK-s që ta arsyetojnë këtë. Por nuk ka rrugdalje tjetër, sepse PDK-ja në asnjë skenar nuk e ka luksin që t'i humb këto 13.000 vota. Mirë, edhe LDK-ja